Ish-deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula është emëruar në detyrën e kryeinspektorit të përgjithshëm, lajm që CNA ka konfirmuar nga burimet që nga 15 janari, ndërsa vendimi u zyrtarizua 3 ditë më parë në një mbledhje të qeverisë. Këtë të hënë, Sula është prezantuar zyrtarisht në këtë post, ndërsa gjatë fjalës së tij falenderoi për punën e kryer paraardhësin e tij, Shkëlqim Hajdarin, ndërsa u shpreh se bashkëpunimi me qeverinë në kryerjen e kësaj detyre do të jetë në nivele maksimale. Sula vijoi më tej duke thënë se edhe pse ishte në opozit, kryeministrin Edi Rama dhe kolegët e tij të majorancës nuk I ka parë kurrë si armiq. A I shtoi se kjo detyrë është jo vetëm një privilegj për të, por një përgjegjësi e madhe. Të përgjithshëm në zyrat e reja dhe të prezantoj drejtuesin e ri të inspektoratit të përgjithshëm. Besoj që nga mediat jeni bërë me dije për emërimin e tij, por mua më takon të them 2 fjalë. Përpara se t'ja kaloj fjalën drejtuesit për inspektoratin, për gjithë punën që është bërë përpara. Për gjithë punën që zoti Hajdari u largua dhe sot në fakt ka marrë dhe ai një detyrë të re, ka bërë në këto 10 vite që ka drejtuar inspektoratin. Unë kam pasur fatin që ta ndjek nga shumë afër gjithë reformën që ka. Inspektorati I përgjithshëm është një institucion që vepron nën autoritetin e drejtë për drejtë të kryeministrit dhe ka një rol mbikëqyrës mbi të gjitha inspektoratet qendrore dhe vendore. Ai monitoron aktivitetet e tyre dhe miraton formatin e raporteve vjetore të inspektimit.